ditëve? Mbledhja sot me kryesisë ishte një mbledhje pune e Partisë Socialiste, duke i hapur rrugë thirrjes së Asamblesë Kombëtare në datën 21 mars, një asambleje e cila do të përcaktojë një program të detajuar zgjedhor për Partinë Socialiste. Viti në cilën jemi është viti kalendarik, i cili në zbatim të statutit të Partisë Socialiste do të kërkojë një proces zgjedhor në gjithë strukturën vendore të Partisë Socialiste dhe ky proces do të fillojë me zgjedhjen e kryetarëve të organizatave, do të shkojë në zgjedhjen e forumeve lokale të Partisë Socialiste, një proces i cili tashmë është bërë çdo 2 vitshëm në Partinë Socialiste dhe është një proces i riforcimit të gjithë strukturës së Partisë Socialiste në të gjithë vendet. Është një proces i cili thash do të përfshijë të gjithë forumet e Partisë Socialiste, të zgjedhurit e saj, natyrisht do të shtrihet në çdo qeverisë së Partisë në të gjithë vendet. Natyrisht në mbledhjen e datës 21 ne do të kemi diskutime për përfshirjen e gjithë anëtarëve të Asamblesë së Partisë Socialiste, një proces që gjithmonë do t'i hapi rrugën dhe zgjedhjeve të reja, por po ashtu dhe antarësimeve të reja në Partinë Socialiste, që gjithmonë kanë kërkuar rifreskim, dhe për më tepër që të gjitha këto bëhen në vitin e 35 të jetës së Partisë Socialiste, 12 qershori këtij viti, shton 35 vjetorin e Partisë Socialiste dhe gjithë procesi do të kurorizohet në këtë datë me një rivlerësim të gjithë kontributeve të antarësisë së Partisë Socialiste, themeluesve, kontributorëve, natyrisht anëtarëve të rinj.